Kur Allahu i dëshiron të mirën një robi, e bën atë të ditur në fe dhe e frymëzon me siguri. Kjo thënie ndriçuese nxjerr në pa bekimet dhe udhëzimet e pafundme që Allahu u jep shërbëtorëve të tij të zgjedhur. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu në surën Kasas ajeti 14 thotë: "Edhe i bëm ata imam që udhëhoqen me urdhrin ton dhe u shpallëm atyre të bëjnë vepra të mira, të vendosin namazin dhe të japin zakatin, edhe ata na adhuronin neve." Ky ajet thekson se Allahu zgjedh individët caktuar për të qenë udhëheqës dhe udhëzues për njerëzit. Këta të zgjedhur janë të bekuar me frymëzim hyjnor dhe njohuri për të përmbushur përgjegjësitë e tyre. Në surën Huxhurat, ajeti 7, Allahu thotë: "Dini se në mesin tuaj është i dërguar i Allahut. Po të ishte ai t'ju dëgjonte në shumë çështje, do të kishit pasur vështirësi. Por Allahu e ka bërë besimin të dashur për ju dhe e ka zbukuruar në zemrat tuaja dhe ju ka bërë të urreni mosbesimin, mëkatin dhe rebelimin. Këta janë të udhëzuarit." Ky ajet thekson rëndësinë e besimit që ngulitet në zemrat e besimtarëve nga vetë Allahu. Është nëpërmjet këtij besimi të rrënjosur thellë që njeriu arrin udhëzimin dhe drejtësinë. Duke reflektuar mbi këtë thënie, ne kuptojmë se kur Allahu dëshiron të mirën e robit të tij, ai i jep atij njohuri dhe kuptim të thellë të fesë. Kjo njohuri përfshin jo vetëm aspekte teorike të besimit, por edhe zbatimin praktik në jetën e përditshme. Individ të tillë bëhen fener udhëzimi për të tjerët, duke ju udhëhequr ata drejt rrugës së drejtësisë. Për më tepër, Allahu i frymëzon këta robër të zgjedhur me siguri, e cila është bindje e palëkundur dhe besim i fortë në të vërtetën e Islamit. Kjo siguri i mundëson atyre të kapërcejnë dyshimet dhe sfidat, duke forcuar besimin e tyre dhe duke i aftësuar ata të frymëzojnë të tjerët. Pasojat e dhënies së dijes dhe sigurisë nga Allahu janë të pafundme. Këta individ bëhen burime udhëzimi dhe urtësie për komunitetin musliman. Ata kanë aftësinë të përgjigjen në pyetje, të sqarojnë keqkuptimet dhe të ofrojnë zgjidhje për çështje komplekse. Dituria dhe siguria e tyre shërbejnë si një mjet për ngritjen e umetit dhe për hapjen e dritës së Islamit. Imam Aliu, i njohur për dijen dhe mençurinë e tij të madhe, mishëroi cilësitë e përmendura në këtë thënie. Kuptimi i tij thellë i fesë dhe siguria e palëkundur përballë vështirësive e bën atë një model për muslimanët gjatë gjithë historisë. Mësimet dhe udhëzimet e tij vazhdojnë të frymëzojnë dhe ndriçojnë muslimanët deri më sot. Si musliman, ne duhet të përpiqemi të kërkojmë dije dhe të thellojmë kuptimin ton të fesë. Ne gjithashtu duhet të lutemi Allahut që të na jap siguri në besimin ton. Duke vepruar kështu, ne mund të bëhemi shërbëtorë më të mirë të Allahut dhe të kontribojmë pozitivisht në komunitetet tona. Allahu na bekoft me dije, siguri dhe aftësinë për t'i urdhëruar të tjerët drejt rrugës së drejtësisë. Na bëft ai ndër ata të cilëve ai u dëshiron të mirën.